Paraja që qarkullon në Shqipëri ka arritur një shifër rekord prej 930 miliard lekësh në muaj ngusht, ndërsa në një harkor prej 3 vitesh ka pësuar një rritje me rreth 16.5%. Paraja në qarkullim përfshin totalin e kartmonedhave dhe monedhave të emetuara nga Banka e Shqipërisë, të cilat përdoren nga qytetarët për të kryer pagesa të ndryshme në mënyrë fizike, si dhe një pjesë të parave të mbajtura në banka tregtare, me përjashtim të depozitave. Sipas agregatit M1, kjo para ka pësuar një rritje me 13.7% krahasuar me gushtin e vitit të kaluar. Nëse bëjmë një krahasim midis agregatit M1 dhe paras jashtë bankave, kuptojmë që rreth 49.8% e paras në qarkullim është jashtë sistemit bankar. Statistikat zyrtare tregojnë se në muaj ngusht në Shqipëri qarkullonin 463 miliard lek, ose e thënë ndryshe, rreth 4.7 miliard euro jashtë bankave. Një rritje kjo me 11.8% krahasuar me gushtin 2024. Pavarësisht se në këtë përllogaritje nuk përfshihen kursimet që qytetarët mbajnë në depozita, nuk mohohet dot fakti se nevojojmë të jemi një ekonomi shumë e varur nga keshi. Ndërkohë, agregati M3, që është treguesi më i gjerë i paras në qarkullim dhe përfshin paranë fizike që përdorim në përditshmëri, llogarit rrjedhëse, depozita dhe instrumente të tregtueshme, rezulton 1.8 trilion lek, ose rreth 85.5 miliard euro. Paraja jashtë bankave përbën 24.7% të këtij totali.